akteve, sepse avokati Karaj që kisha herës tjetër, më tha që nëse amendohet kjo, nesër avokati i zonjës Balluku shkon në gjykatën e apelës e gjykatën e lartë dhe këtë e dorëzon këtë ndryshim të ligjit dhe Balluku rikthehet në detyrë aty ku është ministre. Pak a shumë në terma, nuk e di se sa i saktë jam, po pak a shumë nuk mund të mbahet, nuk ka mas në lusën më pa ligj. Nuk ka asnjë rëndësi. Më fal. Dëgjoj. Është normale. Po patjetër. Redi, nuk ka asnjë rëndësi. Ka mundesh. Dëgjoj. Gjithë debati që bëhet nëpër studio, duke përfshirë dhe debatin ton, me dashje, pa dashje, është instrumentalizuar. Është instrumentalizuar për ta çuar tek teknikalitete juridiko që do kenë pasoja për të ardhmen për ministrat e tjerë, për përplasje me kushtetuesën. Fakti konkret këtu është tjetër që ka evoluar. Që kush është? Është kërkesa e dytë dhe në SPAK nuk janë shumë, nuk janë më të shqetësuar e pezullon se pezullon. Se s'ka ndonjë gjë personale. Ajo ka mbaruar. Çështja është këto janë gjëra të dhe Edi Rama prap nuk e mbron dot. Mos kjo për shembull që ka futur emrin atij nuk e mbron dot se nuk fillon dot hetim. SPAK-u siç ka qenë më përpara që nuk fillonte dot pa leje hetim. SPAK-u xhaja ka filluar hetimin, sepse hetimet nuk fillojnë që sot do fillojnë për Edin, nesër do fillojnë për Polin, pas nesër për filanin. Jo. Hetimet kanë filluar për X-in që para 4 vjetësh, Fiet kanë nxjerr Y-lonin, Fiet kanë nxjerr këtë, Fiet këtë. Sot kemi arritur te sekretari i përgjithshëm që lidh gjithë Fiet. E veprimtarisë së Këshillit të Ministrave me kryeministër Zoti Rama. Kaq e thjeshtë është. Tu tani gjithë problemi është, gjithë çështja është, apo mbrohet një ministre e dyshuar, e hetuar nën hetim për vepra për abuzime detyrën, për korrupsion, për fshehje pasurie, siç ka ecur ta kam thënë me kohë dhe është verifikuar që po ecën me shpejtësi hetimi pasuror që të nxjerr pastaj te korrupsioni aktiv. Pyetje me vend. Po këtë e shikojmë në datë 23 apo 24, se më kujtohet kur mbitet këshilli mandateve. Kush është finalja? Kush gjithë ky amballazh për punën e pezullimit apo jo pezullimit, po mbulon Edi Rama këtë çështje, në fakt është ambalazh për të krijuar thelbin e çështjes. Për të mbuluar po flas troç Hajdutlekun. As korrupsionin, po Hajdutlekun grabitjet. Dhe shpërdorimi në mënyrë të tmerrshme të posteve me rrugë që çdo ditë na vin video në redaksi, rrugë të sapo për shembull pak më përpara unë publikova rrugën që kam bërë dhe me qef disa herë, rrugën e re Kuç-Çeparo, ishte qarë sikur atje kishte rënë ndonjë tërmet nga ata të Japonisë nëntballshëm. Kështu që çështja këtu është shumë e thjeshtë, Redi. Dhe për këtë duhet të jenë të qartë edhe njerëzit dhe pavarësisht se përpiqet të shmanget thelbi. Ka hajdut në këtë histori apo s'ka hajdut? Nëse e vërteton hetimi, më lër të hetoj dhe pastaj gjykata. Nëse është i fajshëm mbreti, është i fajshëm vllai i mbretit Charles apo jo? Doli mbreti sot dhe tha, drejtësia tha. Është paraburgim ai zotri. Dakor, po një pyetje kam Poli. Nëse Rama ne çdo ditë na vin nga perëndimi shembuj të këtij lloji. Po. Kurse këtu çfarë po ndodh? Këtu po ndodh që klasa politike shqiptare është bërë grusht, është bërë bashkë për të thënë që ne jemi më të barabartë, jemi të gjithë të barabartë para ligjit, por ministrat, kryeministri, kryetarët e partive janë më të barabartë se ne të tjerët që jemi të barabartë. Kaq e thim. Por ta vazhduar aty që tha Poli, është një gjë shumë e rëndësishme. Kjo tregon çfarë konsciencë politike ke pra. Sepse edhe sot mbreti Charles e ka bërë atë sepse do të shpëtojë mbretërinë. Do të ishte në nderin e Ramës edhe pse Zoja nuk dha dorëheqjen, ta shkarkonte për të mbrojtur Republikën, për të mbrojtur qoftë edhe qeverinë. Po ka drejt ka drejt për parimin se jashtë, pari nuk ka nevojë për këto standarde, se është normë etike, Po edhe kur nuk jep dorëheqjen, duhet ta shkarkosh pra. Për të mbrojtur për pasur një konsciencë politike, për të pasur një konsciencë shtetformuese. Jo thjesht për të mbrojtur pushtetin domosdoshmërisht
me të gjitha mënyrat, duke bërë të gjithë këta, po themi, katapultime të jashtëzakonshme. Rama ka reaguar për pezullimin avokat. Juridike. Këshilli mandateve mblidhet shumë i madh. Se jo po na thon gjithmonë ku keni parë në çfarë gjëja e parë që thot Rama është në çfarë vendit botës shikoni ju. Ora me thonë në çfarë vendit botës zëvendës kryeministri, merret ti pa ndehur me 10 akuza dhe vazhdon dhe nuk jep dorëheqje. Më thuaj një vend të botës. Po çfarë janë to budallike tash na bëjnë, madje na bëjnë paralelizme me Trumpin, me gjëra të tilla. Çfarë po bën Rama avokat? Çfarë po bën Rama? Do ta mboj Ballukun, do ta lëshoj Ballukun. Është shumë interesante sepse u tha këtu edhe për atë se si do duhet ta lexojmë ne ose ta interpretojmë atë çfarë tha McAllister në Tiranë. Për mendimin tim. Madje ka pasur një gjë shumë interesante dje, shumë pak vetë fatikisht e kanë notuar, që Gonzato në një moment caktuar i thot përkthyesit që përktheje mirë thot përgjegjësinë politike. I drejtohet. E stopon. Dje. Pra nuk duhet të merremi vetëm me pjesën, po themi, të testit kritiko apo në rastin konkret që ka të bëjë me Ballukun, por edhe përgjegjësinë politike që do ketë kjo maxhorancë. Ishte në mënyrë shumë eksplicite. Po. Absolutisht për mendimin tim nuk kemi të bëjmë me një ultimatum të Bashkimit Evropian apo të Parlamentit Evropian. Do ta themi këtë. Nuk kemi të bëjmë me ultimatum diplomatike, por në rastin ajo që pash është më shumë për thënë që shiko, ne po ju vëzhgojmë. Ne po shohim. Unë do kisha pritur tjetër gjë, për thënë që sa më shpejt në emër të Komisionit apo të Parlamentit Evropian, nuk e di ai, do duhet ta tërhiqni këtë amendament. Patjetër, ky do ishte reagimi normal. Me principet për të integruar në Bashkimin Evropian apo edhe me atë çfarë ne kemi adhuruar. Kështu që nuk e pam këtë. Pra, pas një gjuhë të butë, kështu e lexoj. Ndaç nga ana politike quhen si doni. Kështu që sepse nëse do kishim pasur një monit, një ultimatum, do ishte tjetër gjë. Pa duhet ishte ultimatumi. Jemi apo nuk kemi në kusht nuk e di, sepse më shumë se sa për ndryshimin e nenit, unë besoj që po themi ky lloj testi që ata pretendojnë, ose më themi ky lloj paralajmërimi, nëse mund ta quajmë, është më shumë për datën 23. Për 23-shin pra. Prandaj po them, nëse Rama e dozon Ballukun, paralajmërimi ka të bëjë me votimin në parlament. Që sipas tyre edhe u tha që ne jemi këtu edhe për të mbështetur reformën drejtësi, kemi qenë qysh në fillim. Pra jo më kot. Dhe unë mendoj që mund të jetë se ka surprizë gjithmonë Rama. Surprizë në rastin konkret për datën 23, sepse do të keni parasysh ky ndryshimi i nenit do jetë pas 23-shit. Ndryshimi i nenit. Pra, mund të kemi një vendimarrje me datën 23 që mund të jepet autorizimi. Nuk e di, por unë mund të jepet autorizimi që mund të ndodhi gjë e tillë. Po, për Ballukun. Dhe më pas, gjoja për të pasur këtë koherencë, më pas do shkoj me ndryshimin e nenit gjithsesi. Dakor, kjo është si skenar i mundshëm. Arbër, si lexon prapaskena dhe gjithë kësaj betejë që po ndodh midis, po themi, mazhorancës edhe drejtësisë në rastin konkret. Shiko, unë dhe pozicionin që pak a shumë hetuam edhe bashkë me avokatin në raport me a ishte ultimative reagimi i Bashkimit Evropian? Shiko, Bashkimi Evropian nuk është se ka qenë ultimativ. Po të dëgjosh deklarata që kanë ardhur, janë të qarta që janë me gjuhë diplomatike që reforma në drejtësi nuk preket. Kjo ka qenë kryefjala. Pra mos e prekni reforma në drejtësi. Dhe për hir së vërtetës, retorika që ka maxhoranca është që reforma në drejtësi nuk preket. Pra, duket sigurisht një gjasivale. Tani se si do luhen pra pas skenat. Në datën 23. Si do luhen pra pas skenat, sa do t'i shkojë informacioni, ashtu siç deklaron një pjesë opinionit publik ose opozitës që ka një betejë me drejtësinë etj, unë këtë nuk e di ta them. Dhe këtë nuk di ta thot askush për hir së vërtetës. Sepse në fund të ditës, ajo që po ndodh është që përveç momentit të arrestimit të zotit Veliaj, zoti Rama ka mbajtur një retorik të qetë me spak, me drejtësinë e re. Dhe mbi të gjitha nuk ka qenë një mënyrë agresive dhe ndaj gjykatësve. Ka qenë një mënyrë e butë deri diku. Hiq pjesën e patllakës, po në fund të ditës edhe shumë e butë s'ka qenë. Nuk ka një nuk ka prokuror dhe gjykatës në këtë vend
mund të ndalojnë ne që të bëjmë ndryshime të duhur ligjore të tjera. Po, ligjërisht. Më fal pak. Më duket si sfidë në kuptimin e retorik. Më fal pak, këtu. Ja ta mbaroj. Ta them. I quajti minj dhe qenësh që duan të çajnë Tani këta që shkojnë por ditën e vitit e natën e fundit të vitit ta themi një gjë e vitit të ri tani më fal 50 kontrolle etj. Si do donit ju si do donit ju më mirë të thoshte që i kam kolegë dhe i dua shumë apo të kritikonte unë si Arbe mendoj një gjë unë mendoj po respekti bëhet nuk ka nevojë për fjalë lavdrimi por respektimi nuk është e thënë që të bëhet publikisht Rama nuk mund të t'i falenderojmë sepse në fund të ditës po rrezoj atë dia i vet. Po jo, edhe po ku është thënë në kushtetutë? Jo, s'bie, unë jam i qartë. Nuk është faj spakut se ka kaq shumë hajdut Rama. Po kush tha që ka faj spakut? Ky është problemi. Po kush e tha? Vendosi spakun. Se tha njëri. Jo, pa dero këtë. Zotri, ke të gjithë ato njerëz që ke pasur afër dhe që ke akoma i ke hajdut. Ky është problemi. Tani do më lësh ta them timen? Do më lësh ta them timen apo jo? Nuk e thash këtë. Nuk e thash në asnjë moment dhe nuk e lësh të kuptoj kjo gjë, që është faj spak. Por ka një përgjegjësi Rama që ka gjithë bashkëpunëtorët e tij, do të themi dhe ato. Po, pra, thoj. Diskutimi nuk është çfarë thot. Se për mua ai mund të thosë se është politikan, madje do mendimin tjetër. Për mua nëse një politikan ankohet për gazetar, nëse një politikan ankohet për drejtësinë, do thotë që drejtësia është në rrugën e duhur më zotri. Pra unë këtë shikoj si ishin pozitive, të kundërtën do ta shikoj si ishin negative. Që nëse do ta duar trokisë, do thoshte sa i mirë qënka, ne i duam shumë, çfarë të kenë ata ja plotësojnë. Një ekzekutive do duhet. Fakti, jo. Mirë që nuk ka bërë asnjë kallëzim. Po ku do duhet ta mbështesim? Kemi po ligjërisht pse duhet ta mbështesim? Kemi një pushtet ekzekutiv që nuk ka bërë një kallëzim të. Tani më fal. Po kalojmë nga dega në deg. Po kalojmë nga dega në deg. Për mua fakti që ai nuk e mbështet publikisht ose ka kritika është gjë e mirë. Do thotë që s'pak po bën punë mirë me gjykatën. Pra, nuk pes në asnjë vend të zhvilluar që të thotë po shumë mirë na e bëri ne. Ku e ke parti këtë? Edhe Trump ka qenë një nga më agresivët me sistemin e drejtësisë. Madje fal zgjedhjes së tij si president mbylli shumë çështje. Ku e ke parë vende të zhvilluara? Vetëm Britania modeli anglo-sakson dominon. Vendet e tjera nuk dominojnë. Amerika nuk e ka kulturë. Po më fal, Amerika s'e ka si kulturë më këtë. A më thon? Po, pra, edhe një herë që ta mbyll, në momentin që do ta lavdronte kreu qeverisë drejtësinë, për mua aty do ishte problem. Poli, kishe koment? Jo, që edhe Trumpi thot. Trumpi s'ka patur probleme korrupsioni Arber. Këtu bëhet fjalë për korrupsion të madh. Kush tha? 20 ca çështje, po Berlusconi 26 çështje. Taksave lidhen me biznesin. Ka për një çështje, Trumpi ka 25 çështje me një akuzë, di apo jo, që është evazion fiskal. Çfarë korrupsioni ka? Apo drejtësia në Amerikë është keq, po drejtësia që në Amerikë në Shqipëri është mirë. Jo, po prit, në Amerikë drejtësia është e keqe. Ka ndonjë prit, Trumpi ka zero çështje për shpërdorim ose për drejtësia amerikane është e keqe në Amerikë dhe ajo që ka bërë Shqipëri është e mirë apo? Ka shpiroj pse? Shkak se gjyqtarët e programit kanë kapur nga agenda Soros e ka thënë. Ata janë të kapur në Shqipëri të kapur. Për tjetër gjë. Tjetër gjë më burr. Nuk e neutralizon dot vërtet. Me retorikë. Ti si çfarë thua? Nuk e neutralizon dot. Si e kapur atje dhe nuk është këtu. Ja ta dëgjojmë Polin se. Po Poli. Se këtë the. 4 vjet si president, 0 përveç atyre punës së dokumentave që mori në rezidencën e vet në Mar-a-Lago. Pra është persekucion nga drejtësia. Fal, dëgjoj. Drejtësia amerikane po persekuton apo? Nuk zgjidhet fakti juridik, dëgjoj, nuk zgjidhet fakti juridik me precedent historik ose mediatik. Ja, jo, më fal. Është arsye. Jo, jo. I sekondë se nuk kemi as sistemin që zgjidhin procesin gjyqësor me analogji. Një sekondë se do ta dëgjoj apo jo, më nuk kemi dot si precedent. Jashtë kontekstit. Dëgjoj mua të ta jap dimën. Drejtësia amerikane jashtë kontekstit nuk vlen. Drejtësia amerikane kemi të sistemet kundërt. Je civil ore po ta themi sistemet kundërt, ti civilor me komunal. Meqense do të futesh në drejtësi. Parimi i drejtësisë është i njëjtë më burr. Janë dy sisteme të ndryshme. S'ka të bëjë sistemi, ka të bëjë parimi. Sepse atje vlen precedenti. Dhe po të ishte sistem komunal, po thoshim precedenti një vendi mik, po na vjen ne. Këtu është sistem civilor ku krijohet çdo çështje re, është interpretim normal. Mos u ndal te skeleti. Tani zoti Trump i ka bërë një proces të mëdha politik. Ta përfundoj se jashtë logjike juridike. Tani jashtë
logjike juridike. Tani më fal. Jashtë logjikës juridike ta përfundoj. Sistemi i drejtësisë në Amerikë apo jo? Kaq më thuj. Se kështu jashtë logjikës juridike. Po ma thuaj, është kam apo jo? Ore, kur del dielli, s'po them dielli është i bukur apo shtuar. O del dielli, del. Ti më respekto, tash më dëgjoj, ta përfundoj. Po, e bën të mirë në Shqipëri. E përfundove arsyetimin apo jo? E morën vesh, nuk e neutralizon dot vërtetën. Tash më dëgjoj mua. Po s'ka çfarë neutralizon. Çështja këtu qëndron që kemi dy krah. Njëri krah ju jeni absolutist. Ju jeni absolutist. Po mirë, pa mleta po. Njerëzit nuk mund duhet të jenë absolutist, më dëgjoj mua. Njëri krah është interesi. Citove Montesquieu. Montesquieu ka frikë nga vota e qytetarëve. Njëri krah është. Ishte njëri që kishte frikë nga vota e qytetarëve dhe nga vota e njerëzve të thjeshtë. Po, s'besoj që ti e ke qef këtë gjë. Ja shqyrë që të kemi ty që ndalon vota e qytetarëve. Ti s'besoj që jemi me këtë parim. Tani më dëgjoj mua. Se ishte parim elitiste. Janë dy krah. Njëri krah është interesi publik, edhe njëri krah është interesi i atyre që shpërdorojnë detyrën dhe që kanë pushtetin. Unë nuk mendoj që ne kemi arritur atë standard aq të madh ligjor, social, shoqëror, ku mi që janë garantuar të drejtat qytetarëve thjesht, po kemi arritur deri aty sa mund të bësh edhe kurthe zyrtarëve të lartë. Edhe këto kurthe a bën sistemi i drejtësisë. Këto pasaj, këto hyjnë në konspiracion. Këto po të ishte debat, ke njerëz të tjerë që mund të bësh debat, dalin për media, shko me ata në studio dhe diskuto për konspiracion. I dhe përgjigje një pyetje që bëre vetë. Unë po flas për faktin. Ti dhe përgjigje pyetje që bëre vetë. Fakti është që aty ka akuza që krijojnë dyshim të arsyeshëm. E para. Shumë dakord me këtë pjesë. E dyta herë vjet që cilësia e punimeve nuk përkon me cilësinë e specifikimeve teknike që janë dokumente standarde të tenderit, megjithëse do gjuhën juridike. Dhe tre, kostoja e tyre. Po të marrësh kontratat të ngjashme të lidhura qoftë në vende mike, qoftë në rajon, qoftë në Europë, është me çmime shumë herë më të larta. Me që do të bëjmë krahasime këtu me precedentin. Mos u merr me Trumpin, ka akuza dhe çai bën sistemi i drejtësisë, po merru me interesin tënd se pagon dhe taksat ti dhe familjarët e tuaj, që këto taksa që ti pagon, e cilësia e punimeve janë njësoj. Nëse Rama jep autorizimin në datën 23, ka kosto kjo për do prodhojmë më kosto kjo për Ramën si Ore, për Ramën Redej janë prodhuar, më fal, për janë prodhuar kosto që në momentin që 8% e bashkëpunëtorëve më të afërt sot janë akuz. Jo, kjo është... Sajmi Tahiri, ministri i brendshëm, Erion Velia, kryetar bashkie, Arben Ameta, ministri i financave, vendës kryeministër, Belinda Balluku, ministri i infrastrukturës dhe energjetikës, vendës kryeministër, Angela Gaxhi, sekretari i përgjithshëm. Dakor, a mund të prodhoj krizë? Gisa Gasi, mik i afërt, bashkëpunëtor i afërt, mik familjar. Çfarë të them më shumë tash? A mund të prodhoj krizë brenda mazhorancës lëshimi Ballukut. Që nuk ka kosto elektorale, pra gjitha kjo kosto. Po, pse nuk përthen kosto elektorale? Kjo është problem. Tjetër, a mund t'i prodhoj krizë brenda? Kjo pastaj është kulturore. A mund t'i prodhoj krizë brenda është pyetja. Pra, a mundet Balluku që nëse në datë 23 Rama Fjaramen jep autorizimin SPAK-ut, a mundet që Balluku t'i prodhoj një krizë kësaj mazhorance me numra? E vetmja krizë që mund të prodhoj Balluku është nëse bëhet pentito dhe bashkëpunohet me strukturat e drejtësisë. Që nuk ndodh kur. Që nuk ndodh kur. E di pse? Se deri tani, nëse ka defekt SPAK-u, është problemi i sekuestrimit pasurive. Një njeri ku shkon në akuzë penale, është mentaliteti dhe është konstrukti i njeriu që bën sjellje deviante, vendos ose do sakrifikojë pasurinë ose lirinë. Ka nga ata i sakrifikojnë pasurinë për të fituar lirinë, ka nga ata i sakrifikojnë lirinë për pasurinë. Këta asi se cënuar të pasuria, dënimet i kanë tuta. Duhet të themi që duke pas parasysh se tashmë është një praktike e SPAK-ut, që në gjitha procedimet që kemi tashmë, kemi të bëjmë edhe me hetime pasurore. I cili faktikisht i thelluar edhe për rastin Balluku, kjo është zyrtare, pra nuk është publikisht nga SPAK. Kështu që këtu do shikojmë pastaj sepse normalisht, siç e tha dhe Marsiti, këtu nuk është vetëm thjesht, po themi në kuptimin e pasojave penale në kuptimin e lirisë, por shqiptarët edhe në kuptimin e interesit publik do duhet të dinë ku kanë shkuar dhe kush i ka përvetësuar paratë e qytetarëve ka drejt përparimi. Po, kjo është edhe këtu nuk edhe kjo drejtësi, qoftë edhe me SPAK apo me super SPAK etj, nuk i ka dhënë akoma përgjigje kësaj situate. Po, vetëm ato sekuestrime që bëhen, nuk i kanë dhënë përgjigje akoma. Nuk i ka dhënë, sepse duhet kuptojmë që sa më të mëdha janë abuzimet ose përvetësimet në shifra, aq më sofistikuar ka qenë fshehja e tyre. Nuk bëhet fjalë për ato budallëqet e opozitës 300 apartamente ku dinë. Krimi intelektual. Por bëhet fjalë për kalimet shumave të mëdha. Për shembull, një rast tek dosja Balluku që për një nga lotet e Tiranës, një shifër e 3 milion dollar apo euro, është
është bler një parking diku në London, është bler një parking dhe pastaj aty është krijuar një shoqëri këtu, atje është një shoqëri tjetër që ja ka shitur asaj dhe është regjistruar në një offshore. Pastaj një shumë të mëdha parash janë kthyer në kriptovaluta dhe prandaj amerikanët kanë hapur një sektor enkas dhe shumë të fuqishëm. Ky është shqetësimi vërtet, ky puna e pasurive, po kur vjen puna edhe te krimi organizuar, por sidomos te politika, duke e ditur që do vi kjo ditë dhe sidomos 3-4 vitet e fundit kanë tjetërsuar pasurira, kanë shqitur çfarë kanë patur për të shqitur këtu dhe i kanë tjetërsuar duke i kaluar jashtë vendit apo në guask pas guaske, jo vetëm në offshore, po dhe këtu në Shqipëri, domethënë prestonome pas prestonome, darohet emri 3-4 herë i pronarit të asaj pasurie dhe kjo e ka vështirësuar shumë këtë hetim që neve faktikisht dhe vetë SPAKU e ka pranuar Dumani në periudhën e vet, por përgjithsisht gjithë prokuroritë shqiptare, gjithë drejtësia shqiptare kur vjen puna tek tani po ndeshet kur vjen puna te hetimi financiar dhe i pasurive apo i fshehjes pasurive, i transaksioneve, shitje blerëve etj, nuk kemi zero përvojë. Aq sa që ka patur nevojë edhe për ekspert, domethënë deri tani, dhe jo më kot. Zoti Dumani u caktua pikërisht të drejtojë sektorin e jashtëm për 2 arsye. Për arsyen e mirëbesimit që ka krijuar me amerikanët, por dhe me europianët për krimin e organizuar shqiptar i cili është kthyer në transatlantik, domethënë dhe përtej oqeanit me Amerikën qendrore, veriore apo jugore dhe Europën, por dhe veçanërisht për këtë. Duhet ta dini që është shumë e vështirë të vi një letër porosie, dhe gjithë shtetet në Europë madje kanë këtë problemin e pasurisë, në Belgjik, në Hollandë, kryet veprimtari miliardëshe me trafikun e kokainës dhe kur vjen puna që dëmtohet shteti belg apo holandez dhe ata kanë dhe disa parime duan ta nxjerrin drejtësinë jek e jek, mos japin taksa paguesit, të kthejnë mbrapsht nga dëmi që bën krimi apo korrupsioni, dhe kanë parim në drejtësi shumë shtete dhe duhet ta ketë dhe Shqipëria pavarësisht se SPAKU, pavarësisht nga kjo mangësi, SPAKU është e vetmja ndërmarrje publike fitimprurse, redi. Duhet ta kuptojmë dhe këtë. Po të mbledhësh gjithë shpenzimet e SPAKU dhe rrogat e prokurorëve, me gjithë sekuestrimet e mangëta që ka bërë deri tani, me gjithë asetet që ka bërë tani, është e vetmja ndërmarrje, gjitha ndërmarrjet e tjera na nxjerrin me humbjen edhe. Gjitha ministrit, madje edhe pasaportat që kushtojnë 5 euro dhe na i shesin 60 euro, ja kanë lënë koncesionarit edhe fitimin nuk e merr shteti shqiptar. Dhe shumë gjëra të tjera. Edhe e vetmja ndërmarrje që mbahet me paratë e taksapaguesve shqiptar është SPAKU dhe GKK-ja që është me fitim tani. Çështja është kjo, që këto pasuri tani nëse nuk të ndihmojnë dhe janë duke ndihmuar, nuk ka vend në botë dhe ndërpreva tek Belgjika, Hollanda apo Gjermania që në një bankë të Zvicrës po stu futën amerikanët nuk çan dot. Marsidi ka një koment. Unë kam komentin, unë kam një koment në lidhje me diskurin që Gjon Apoli në një aspekt. Po stu futën amerikanët nuk çan dot. Ti shikoje çfarë ndihmë po na japin me Dubai. Po na japin një ndihmë të jashtëzakonshme. Po sepse ka një element shumë të rëndësishëm ata që është siguria. Siguria, problemi këtu është, meqense se më nxiti pak përparimi me drejt, kur tha që pavarësisht gjithë kostove që i shkakton shteti shqiptar Rama prap fiton. Dhe ka drejt. Unë do të them se për mua Rama ka fibër turët politike, dëgjoj. Prap fiton po, që të futemi këtu, vetëm regjia, atë foton e Ramës në Washington se sapo ma solli një mik i cili tha jam brenda afateve poli. Kam thënë do jetë në Washington dhe faktikisht në Washington është. Po. Jo basti nuk është, e di unë kush mik ta ka sjell ty. Ka thënë do jetë në shpinë e bardhë. Zoti Muça. E di se është kjo puna Poli. E di se është kjo puna se nuk duhet të kundërshtoj. Është një sot që kur thua ti po bën dasëm, po s'po bën shtëpi. Edhe në këtë çuar lokal.
Jo më jo, po fit. Unë të kam ftuar ti më thua, po pse më ndasmë në lokal? Unë dua në shtëpi, po desha. Poli problemi, shiko, ka një kontradiktë, vetëm një pyetje kam, ka drejt përparimin për ty. Se me të drejtë thoni që Amerika po e ndihmon SPAK-un, po godet krimin, po kur vjen puna e Edi Rama, vjen është përgjegjësi i gjithë këtyre gjërave. Si ka mundësi që Edi Rama shalati tyre nuk ka shprehur kur kundër, se këtu ka i paradoks. Kush? Nga qëndrimi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për qëndrimit, se po bën një takim po aty është dhe Lukashenko. Jo në rast, jo. Lukashenko nuk është, po. Nuk ka qenë tek ai grupimi që thoshte ja tashmë do me helikopter do marrë nga kryeministria, do ashtu tet. Se Ragnaroku ka janë 12 vite që pritet tu mos po ndodh. Ndihmën e Ramës për marrësimin. Redi do them një propagandën. Do them një episod. Ja i ngref njerëzit sikur Rama nuk guxon të kalojë oqeanin, kur në fakt është lideri i tyre që se kalon dot. Dhe nga ana tjetër kemi propagandën e Edi Ramës që thotë në parlament do më presin me limuzinë, do shkojnë në shtëpinë e Bardhi, u përcisnin nga inati, që në fakt të dyja janë propaganda të tepruara për trush për larsit militantët e tyre dhe për përdorim të brendshëm. Sepse e vërteta, kush është e vërteta? Po e vërteta është që po bëhet një forum në një institut strategjik i ftuar nga Trumpi që do mbaj fjalim, do mbaj dhe Rama, do mbaj 25 veta fjalim atje për gazën që duhet edhe të kontribojnë